parë veten që unë do flas për politikë sepse Jo, nuk dua çështje politike, më duhet opinioni jot si individ. Që po ja del vetë në jetë. Unë dua vetëm ta shoh me kaq pjesa që kam parë. Atë besoj se kam studiuar vetëm këtë pjesën e protestës së këtej. Kam studiuar edhe karakterin pak të zotit kryeministër Rama apo ish kryeministër. Se më pëlqen më shumë kur i them ish kryeministër, sepse është manifestimi shumë i madh dhe di që do jetë një ish kryeministër. Si të duash ti? Ajo është drejta jote. Shiko. Që është i korruptuar është që mund të bënte më mirë, mund të bënte edhe do linte gjithmonë njerëzit që kanë lënë gjëra të mira, kanë ikë me dinjitet, kanë jetu me dinjitet, kanë jetu me kokën lartë, edhe duke ditë se më bërë këtë krahasimin që një re që ka formuar vetë gjërat e reja, gjërat e veta, kam dash gjithmonë të jem me kokën lartë, të jem me drejt për drejt me njerëzit, të them atë që ka pas një intervistë zoti Rama që mua më doli në rrjetet e mia sociale, sa aty po shohim gjithçka. Sot se media tona nuk po nxjerrin asgjë, fatkeqësisht. Edhe më doli një video që kishte vetëm një frazë dhe aty sinqerisht e mora kam një diçka si karakter, o të fuske pozitivet, o të fuske negativet, nuk ka, o e bardha është e bardha, dhe zeza është e zezë për mua. Edhe kishte një pjesë që tha, unë qofse premtoj dhe jap fjalën, e mund të ta gjej, mund të ta dërgoj pastaj, qofse unë tha jap fjalën, tha, fjala ime është ligj dhe unë nuk e them qofse unë nuk e bëj. Edhe ka qenë një nga këto premtimet elektorale më para që ka bërë në për vende, takime, po. Edhe tha, unë qofse e them diçka, tha, unë e çoj deri në fund. Ai ka thënë shumë gjëra deri tani dhe nuk i ka çuar as deri në gjysmë dhe jo deri në fund. Por na duhet një lider akoma më i mirë që është në të drejtën e popullit dhe është pak patriot. Unë e di që normalisht kur përfshihen interesat personale, çdo kush do mendoj për veten para se me mendu për të gjithë. Ama patriotizmi apo për të mbrojtur tokat apo për të dashur të mirën e popullit, duhet një lider që është i drejtë, edhe me popullin, edhe me veten, por në përgjithësi të dojë të mirën e ardhmërinë e vendit. Cili është mesazhi që do t'i jepje? Sepse ju ka sulmuar direkt me ato gjestet, shkojnë në plazh edhe një kremra, shalve, këmbë, çfarë s'ka thënë. Cili është mesazhi që ti do t'i jepje zoti Ramës nëse do ta kishe këtu? Unë do t'i thoja duke parë drejt në sy edhe do t'i thoja si fillim faleminderit që na ke vënë këtë vëmendjen e merituar, sepse domosdoshmërisht ne kemi ndikuar, por njëkohësisht do t'i thoja që influencerat, blogerat apo njerëzit që kanë ndjekës edhe sot rrjetet sociale kanë domosdoshmërisht ndikimin në shoqëri. Do t'i thoje që ne kemi promovuar Shqipërinë, pjesët më të bukura të shoqërisë, edhe jashtë vendit, se ne kemi ndjekës edhe kudo nëpër Europë, kudo nëpër shtete unë kam ndjekës. Edhe më pyesin cili është ky vend, ua Shqipëria duke i bukur, ne kemi promovuar këto vendet e bukura. Por ai duke bullizuar, se është bullizim përderisa përmend shalet, kremrat apo mënyra se si ne reklamojmë, se cila ka karakterin e vet, ose cili individ ka karakterin e vet. Ndoshta ka dhe një çik provokim. Është por është e shëmtuar sepse është populli i tij. Ndërkohë që ne jemi votuesit e atij dhe duhet na i japi shumë respekt përderisa ai është aty prej ne. Gjëja tjetër që do t'i thoja është që ne nuk mos e paraqgjykoj librin nga kopertina duke parë ato kremrat e kështu, sepse një individi, edhe unë më vjen mirë për gocat e reja që futen me strategji, se është strategji biznesi, Instagrami apo TikToku apo rrjetet sociale Po, është kthyer dhe është shumë serioz, po. I kthejnë në të ardhura shtesë. Edhe kjo është për një individ që do të jetë si para. Ndërkohë, jashtë bloggers, influencer janë gjithë të shkolluar, janë të ditur, merren edhe me gjëra tjera. Ai po bën një gjë të shëmtuar që po paraqgjykon librin nga kopertina. Është piktor, nuk i falet. Keda, më bëj një koment për Sali Berishën.
fillimisht e kritikoi protestën, pastaj ka filluar po e mbështet, po protesta nuk e do. Si shikon Më edhe duket zoti Berisha? nuk e kam studiuar me të thënë një mendim që të jetë i drejtë, po them personalin. Po them personalin. Po duhet i joti, bio. Mua më duket që është strategja në gjithë ato që janë aty, se politika nuk besoj se s'ka politikan strateg. Më duket sikur janë në bashkëpunim me ish kryeministrin Rama. Në një mënyrë të shëmtuar të fshehur, ndërkohë që njëherë është në anën e popullit, njëherë është në anën e zotit ish kryeministër, sa akoma nuk dua ta përmend më atë pjesë, por i ka ikur koha. Kështu që let na pastrojnë atë, kemi nevojë për frymë të re. Let iki bashkë me Ramën. Të flenë më herët se kanë nevojshme edhe nga mosha që kanë. Se përderisa ato përdorin ironi, po përdorim edhe ne të rinjt ironi me to, kështu që Kjo për këtë i duhet ajo bota verë.